Projekti për sistemim asfaltimin e mnazës së poshtme të qytetit të Burrelit është drejt përfundimit të plot. Këtë të hënë, firma e cila po zbaton projektin ka nisur punën për hedhjen e shtresës së parë asfaltike. Ky proces ka filluar nga hyrja tek kthesa e Sanës. Projekti në fjalë ka nisur implementimin prej disa muajsh ku janë bërë të gjitha nën shtresa të rrugës, kanë përfunduar veprat e artit dhe tashmë po bëhet hedhja e shtresës së parë të asfaltit. Ky proces pritet i hap rrugë përfundimit të gjithë zërave të parashikuar në projekt. Sipas drejtuesve të punimeve, i gjithë zbatimi i projektit është monitoruar me kujdes në mënyrë që rruga të mos ketë probleme siç ka patur më parë. Kanalet kulluese të ndërtuara në të gjithë gjatësinë e rrugës nga kthesa e Sanës deri në bashkimin me segmentin e ndërtuar në afërsi të ish agjensisë do të bëjnë të mundur qëndrueshmëri të gjatë të rrugës dhe shmangjen e problemeve nga akumulimi i ujrave sipërfaqësore nën toksor që vijnë nga qyteti i Burrelit. Po ashtu projekti përfshin edhe ndërtimin e trotuareve dhe vendosjen e ndriçimit, një mundësi kjo që qytetarët e Burrelit ta përdorin për ecjen e pasdites apo të mëngjesit. I gjithë projekti pritet të mbyllet brenda pak ditëve.